Emisioni Aventurat tona sot I kushtohet letërsisë dhe muzikës. Melisa na flet për librat e saj dhe për letërsi. Është histori e gjatë. Që në klasën e parë dhe në të pestën me mësuesen, atëherë ajo ka qenë gjithmonë një ndihmës, po ashtu këtu kam edhe një certifikat kur kam kryer kursin e aktrimit. Kursi I aktrimit ka qenë një përvojë e jashtëzakonshme sepse një ëndër tjetër e imja, se thash që fushën e artit e dua shumë. Jam në shkollën Vëllezërit Ferashëri. Në cilën klasë je? Jam në klasën e 8. Do të më përkushtu shumë në muzikë, dohet që me vazhdu me pas normal përkrojen e familjes, gjithë cilën unë e kam. Dush me pas një krah, ose për shembull një person që... Përkrah? Është një bilbil në fshatin ton, për një vashaj këndon. Është një bilbil në fshatin ton, për një vashaj këndon.